Çlirohuni nga kapslëku fryrja e barkut dhe gazrat brenda 1 minute duke konsumuar këto ushqime. Sistemi ynë tretës është një nga sistemet kryesore të trupit tonë. Zorra e trashë është pjesë e rëndësishme e saj që ka shumë funksione. Ajo riciklon acidet yndyrore, thithuin dhe vitaminat që janë thelbësore për shëndetin e të gjithë trupit. Kjo është një arsye pse është kaq e rëndësishme për ta mbajtur atë të shëndetshme dhe më të pastër. Si aktiviteti fizik, ashtu dhe ushqimi i shëndetshëm mund të ndihmojnë për të mbajtur të shëndetshme sistemin tuaj tretës. Sidoqoftë, ka disa këshilla të tjera që gjithashtu mund të jenë të dobishme edhe në këtë rast. Në këtë video, sipas saj, do të rendisim listën e ushqimeve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë që mund të pastrojnë në natyrshëm zorrën tuaj të trashë. Duke e konsumuar në dietën tuaj të rregullt, sipas ekspertëve, do të përmirësoni shëndetin e saj dhe do të lehtësoni komplikacionet e tretjes. Mollët. Të gjithë e dimë se mollët janë të shkëlqyera për shëndetin tonë. Ato mund t'ju ndihmojnë për të ruajtur shëndetin e të gjithë sistemit tretës. Duke ngrënë mollë rregullisht, ju do të ndihmoni të pastroni trupin nga toksinat. Kjo falë fibrave dhe ushqyesve laksativ që ajo përmban. Selino. Kjo perime ka veti të mahnitshme për shëndetin tonë. Ajo përmban fiber, kalcium, kalium dhe një numër të lartë të elementëve të dobishëm që pastrojnë kështu shëndetin tuaj të zorrëve. Selinoja mund të përfshihet fare lehtë në ushqimet tuaja dhe gjithashtu përfitimet që do të merrni prej tyre do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme për tretjen. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm për dietën tuaj është edhe papaja. Ky frut ka shumë përfitime për shëndetin. Mund të përmirësojë shëndetin e sistemit tretës dhe të forcojë shëndetin e zorrës së trashë. Papaja mund të përfshihet lehtë në dietën tuaj dhe është një frut shumë i mirë që mund t'japë rezultate fantastike në dobi të sistemit tuaj tretës. Një tjetër produkt fantastik që mund të përfshihet në dietën tuaj gjithashtu është edhe avokado. Avokadot përmbajnë një numër të lartë të vitaminave dhe elementëve të domosdoshëm duke përfshirë edhe acidet yndyror omega 3. Këto elementë janë një ndihmë shumë e mirë që mund të pastrojë shëndetin tuaj të zorrës së trashë dhe të lehtësojë kështu komplikacionet e saj. Përfshiheni avokadon në rutinën tuaj ushqyese, të paktën gjysmë avokado çdo ditë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe hidratimi. Hidratimi nuk mund të jetë më i mirë pa konsumuar ujin e mjaftueshëm në dietën tuaj. Të gjithë e dimë se uji është thelbësor për shëndetin. Dehidratimi çon në një numër të problemeve të ndryshme shëndetësore duke përfshirë këtu sistemin tretës. Kjo është një arsye e rëndësishme pse duhet të pini 2 litra ujë çdo ditë. Duke përmirësuar dietën tuaj, edhe do të keni më shumë lehtësime për tretjen. Kivi. Fruti i njohur për veprimin e tij kundër kapsllëkut, stimulon kështu sistemin tuaj tretës, përmirëson lëvizjen e shëndetshme të zorrëve dhe në një studim të mëparshëm të pjesëmarrësit që u ndanë në kapsllëk dhe jo kapsllëk u vore se kishte rezultate të mira pozitive në lehtësimin e problemeve të tretjes. Pra, një smoothie me kivi në ditë mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i situatave tuaja stresante. Fiqtë dhe do t'i japin lëm të mirë problemeve të kapsllëkut. Fiqtë thatë në veçanti janë shumë të pasur edhe me fibra. Pra, vetëm gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojës tuaj ditore. Një studim i fundit tregoi se vullnetarët të cilët përmirësuan strukturën e jashtëqitjes së tyre reduktuan ndjeshëm gërçet e barkut të shkaktuara nga kapsllëku vetëm me përfshirjen e fiqeve në dietën e tyre laksative. Edhe thjerrzat janë një ndihmë shumë e mirë për sistemin tuaj tretës kundër kapsllëkut. Ju e dini që shumica e bishtajave ndihmojnë shumë në lëvizjen e zorrëve. Përveç marrjes së shumë fibrave, thjerrzat rrisin prodhimin e acidit butirik, i cili rrit lëvizjen e sistemit tretës. Nëse vëreni se keni ndryshime të plota në dietën tuaj, këto mund të jetë për shkak të ushqimeve të duhura. Patatja e ëmbël gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Tashmë keni arsye të mjaftueshme për të ngrënë më shumë patate të ëmbël në dietën tuaj të rregullt. Por tani ju zbuloni sa ju ndihmon edhe në lëvizjen tuaj të mirë të zorrëve. Ato kanë shumë fibër saqë mund të përfshihen në receta të ndryshme për të zvogëluar edhe dëmet e sistemit tretës. Kefiri është një pije shumë ideale që mund të shtohet në dietën tuaj të rregullt. Qumshti i fermentuar përmban probiotik.
të cilët janë kryesisht bakterie të shëndetshme për zorrët. Studimet të panumërta kanë treguar se kefiri është një aleat i madh kundër kapsllëkut dhe kontribon ndjeshëm në hidratimin e zorrëve. Mund të bëni smoothie me kefir në vend të qumshtit klasik ose ta kombinoni atë edhe me tërshër. Përfitimet që do të keni do të jenë të menjëhershme dhe do të lehtësoni komplikacionet e tretjes. Kosi. Si rregull i përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg produkteve të qumshtit kur jeni kaps. Megjithatë, kosi është një përjashtim i rregullt për shkak të përqendrimit të lartë të bakterieve të shëndetshme, domethënë për shkak të probiotikëve që ai përmban. Brokoli. Ulëntimet tregojnë se mos ngrënia e mjaftueshme e frutave dhe perimeve ju bën që të prekeni më shpesh nga kapsllëku. Kur kapsllëku është luftuar, brokoli është një zgjedhje shumë e shëndetshme, pasi përmban mbi 5 gram fiber, dhe për një filxhan brokoli do të merrni lehtësimet e duhura në sistemin tuaj tretës. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni fasulet e zeza. Fasulet e zeza janë një burim shumë i mirë i bollshëm i fibrave, sidomos atyre të tretshme që përmbajnë rreth 15 gram në vetëm një filxhan. Këto bishtajore janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i proteinës. Nëse jeni kaps, këto fasule të shijshme mund të jenë në pjatën tuaj si një lehtësues ideal për situatën tuaj. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni produkte sa më natyrale, siç janë edhe kumullat. Ato përmbajnë substanca të njohura si laksativ natyral të cilat konvertohen edhe në kontraktimet e muskujve. Kumullat gjithashtu përmbajnë sorbitol, një alkool me sheqer që mund të shpërbëjë gjithashtu edhe të shërbejë si laksativ për sistemin tuaj tretës. Lule shtrydhet ose dredhzat janë një mundësi shumë e mirë për tretjen tuaj dhe lehtësimin e problemeve të kapsllëkut. Farat e vogla të tyre i japin atyre përmbajtjen e lartë të fibrave të tretshme. Nëse nuk jeni një adhurues i lule shtrydheve, bëni një banane të pjekur të përzier me lule shtrydhe dhe përfshini në smoothien tuaj. Kjo është një mundësi e shkëlqyer që mund të jepni sistemit tretës në lehtësimin e problemeve të konstipacionit. Bajamet. Siç mund ta dini, bajamet janë plot me yndyrna të shëndetshme dhe ushqyes të ndryshëm. Ato janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i fibrave të tretshme. 2 grushta me bajame përmbajnë rreth 3.5 gram fiber. Dhe gjithashtu, aloe vera mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Aloe vera bën mirë shumë funksioneve fiziologjike ndër të cilave është edhe sistemi tretës dhe veçanërisht zorra. Farat e lirit. Liri është një burim tepër i ndërvjellët i fibrave. Farat e lirit mund të shtohen pothuajse në çdo lloj ushqimi ose t'i pini. Një lugë gjethe fara përmban 3 gram fiber të tretshme. Drithrat me fibra të larta. Mëngjesi është një mundësi për të sulmuar kapsllëkun. Shmangni ushqimet e mbushura me sheqer dhe shtoni drithra që përmbajnë të paktën 5 gram fiber në racion. Bollguri. Për mëngjes, bollguri është një zgjedhje e shkëlqyer për gamën e saj të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Përveç ndihmës për të pasur një zemër të shëndetshme, bollguri ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit ose lehtëson tretjen. Një filxhan kavë bollguri përmban 3 gram fiber të tretshme. Buka integrale gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Buka integrale është e ulët në yndyrë, por e lartë në fiber dietike dhe karbohidrate komplekse. Fetat mesatare përmbajnë mesatarisht 2 fishin e sasive të fibrave ushqyese në krahasim me fibrat e bardha. Nëse vuani nga kapsllëku, duhet të reduktoni ushqyesit të cilët e dëmtojnë atë. Dëshironi të dini se çfarë tjetër mund të bëni për të lehtësuar problemet me tretjen. Kapsllëku zakonisht ndodh sepse shumë ujë absorbohet nga zorra e trashë. Shkaqet e kapsllëkut përfshin këtu: plakjen, disa ilaçe dhe mënyra jetesës e ulët. Disa ndryshime të stilit jetesës, si për shembull një dietë më e mirë dhe më shumë stërvitje, zakonisht rezultojnë në më pak episode të problemeve të kapsllëkut. Ndaj përfshirja e tyre si duhet në dietën tuaj do ta kthejë atë në një element të vlefshëm për sistemin tuaj tretës. Disa njerëz mund të bëhen kapsllëk edhe nga konsumi i qumshtit ose produkteve të tjera, por kosi mund të jetë një zgjidhje më e mirë për dietën tuaj. Gjatë shtatzanisë mund të jeni më shumë të prekura nga kapsllëku. Rregulloni dietën, merruni me aktivitete fizike dhe konsultoni me mjekun për të bërë një trajtim natyral të shqetësimit tuaj. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.